kanë vendosur që zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës të mbahen me 7 qershor. Pas dështimit të Kuvendit për të zgjedhur presidentin, bazuar edhe në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, Kuvendi konsiderohet i shpërndar dhe zgjedhjet duhet të mbahen brenda fatit prej 45 ditëve. Në linjë me përgjegjësitë kushtetuese, dje kam pritur në takim kryesuesin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zotin Kreshnik Radoniqi, me të cilin kemi diskutuar për aspektet organizative të procesit zgjedhor. Ndërsa sot, bazuar në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, para pak kohësh përmbylla takimin me drejtues e përfaqësues të subjekteve politike. Pra në këtë takim ishin ftuar 17 parti politike, ishin të pranishëm 15 prej tyre. Dëgjova propozimet e partive politike për datën e zgjedhjeve. Pas vlerësimit të afateve kushtetuese, nevojave organizative të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe rëndësisë së pjesëmarrjes sa më të gjerë të qytetarëve në këtë proces, kanë vendosur që zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës të mbahen me 7 qershor. Kjo nuk është ajo çfarë qytetarët kanë dashur, sepse qytetarët nga ne presin për bashkim kur bëhet fjalë për interesat e vendit, presin institucione stabile dhe jo e kundërta e saj. Po vonohemi në shumë reforma pa asnjë nevojë.